vazhdojmë me film nga një kafe derisa media të vendosen poshtë, pastaj vazhdojmë edhe me press conference. Sot jam këtu me artistët e mirënjohur, me shkodrën elektronike, më të mirët e trojeve shqiptare që na kanë nalësu vendin, na kanë nalësu shqiptarin me performancën e tyre fenomenale në Eurovision, e tash që po vazhdojnë edhe me kriju një brand të ri, një brand autokton me e thirr, një brand që ndërlidh të vjetrën me të renë. Për këtë arsye ne i kemi në Prishtinë për nder të ditës së çlirimit të kryeqytetit dhe të Kosovës. Na kanë nderuar me prezencën e tyre dhe sonte do të jetë një koncert i mrekullueshëm. Ju lutem të na bashkangjiteni të gjithë. Dhe falenderoj po ashtu nga zemra edhe Femart edhe zonën që e ka bërë një punë të madhe dhe që ka ardhur i ka pru shkodrën elektronike, po ashtu edhe drejtoreshën Sibel Alimi që ka kryer një punë madhështore për me organizu gjithë muajin për ditën e çlirimit të Prishtinës. Ju ftoj të gjithë që të jeni të pranishëm dhe dua që t'i lejoj edhe artistët tonë të mrekullueshëm këtu të thojnë disa fjalë për neve. Faleminderit të gjithëve, faleminderit Beatrice, faleminderit Shkodra Elektronike. Faleminderit. Mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetve. Faleminderit për ftesën, është më mirë për ne me kanë këtë ditë kaq të veçantë për Prishtinën e për Kosovën në këtë festival kaq të rëndësishëm si është Femarti. Faleminderit Spejzanës që qysh kur kena filluar me organizu me shumë dashni, jena në ka në mrapa është të vazhdu, në mrapa dhe në ndimu, me që me mërit sandën një situatë sa më optimale si për ne, por ashtu dhe publikën që të të vinë. Po, është nere madhe me kënë këtu me ju sot, për festën tuj, edhe shala sonde du të festojmë bashkë, të jam e ceho? Deshna dhe me u farnes për qmimin në Hyneshën Front që në qyteti Prishtinës, është merë shumë i madhë për ne. E keni meritu këtë Hynesha në Front është tonë me dashni, për kryeqytetit me dashni për artistët që na japin aq shumë dashni për vendin tonë, për kulturën e traditën tonë. Prandaj kryesisht e merituar. Faleminderit shumë. Mrekulli. Sibel, Zana? Po, unë du me falenderu shumë, pari du me falenderu komunën e Prishtinës, kryetari Nama, natyrisht dhe Sibelin për gatishmërinë për me qenë partner në gjithë këtë ndërmarrje, sepse ne dim që nuk është vetëm koncert, është koncerti i parë që Shkodra Elektronike e mban mas Eurovizionit, kështu që është një koncert ekskluziv, të cilin me kënaqësinë më të madhe kam pranuar me mbajt këtu në Prishtinë. Dua të falenderoj gjithashtu kryetarin Nama për mirënjohjen, për Hyneshën në Front dhe për këtë pritje të ngrohtë, por mbi të gjitha dua t'i ftoj të gjithë publikun e Prishtinës, por dhe mbarë Kosovës që të na bashkangjitet ashtu siç ka pas edhe reagime shumë pozitive në media sociale, ashtu të na bashkangjiten sonte prej orës 8, sepse do t'jetë një natë e festës, kulturës, mesazheve të fuqishme, sepse ajo që bën veçantë Shkodrën Elektronike dhe që publiku e çmon përtej muzikës janë edhe mesazhet e fuqishme që ju i përcjellni që janë edhe mesazhet e Femartit. Dhe dua t'i ftoj të gjithë që mos e leni pa ardhur në këtë mbrëmje e cila shënon edhe pra një hapje të festivalit Femart, por shënon edhe një fest për të qenë vetvetja për ta çliruar mendjen dhe zemrën. Kaq.
Faleminderit shumë dhe mirë se keni ardhur edhe një herë në Prishtinë. Si Drejtoria e Kulturës ne jemi shumë të interesuar ta bëjmë një sinkronizim të tillë mes ditës së çlirimit të Prishtinës edhe me Femart, e cila fuqizon dhe promovon të drejtat e grave, e veçanërisht në këtë edicion specifik që ka të bëjë me çlirimin e mendjes. Dhe në këtë stat të çlirimit të mendjes na vjen zjarm. Kështu që po duket një triade e jashtëzakonshme. Ne jemi shumë të lumtur që sot për herë të parë po performojmë pas Eurovisionit dhe besoj që Prishtina nuk është e rastësishme që Shkodra Elektronike e ka përgjigj. Kështu që i ftojmë të gjithë dashamirët e artit, të feminizmit edhe të çlirimit të mendjes sot bashkërisht ta bëjmë zjarm Prishtinën. Vuna re jitesh i këtë moment dhe një ditë që kena të bëjmë Shkodra, Prishtina, Hyneshën Frën, Femarti. Fja gjimnia femnore, na dy duhet jena pak tepër më është. Je një alat është shumë të rëndësishëm. Ne jemi më feminist. Ne më Ma shumë soni Sibelin është ajo. Po publiku i Kosovës na ka demonstru një mirë pritje për Shkodra Elektronike, pse herën e parë që kena bërë koncert këto para 2-3 vjetëve te Soma Book Station, lokali është mush plot, është lokal i vogël, po na nuk kena prit fort njerëz, për që nuk kishim bërë as fort reklam, po që ndodhi që e mramje kje fantastike, edhe për mu personalisht ke një mramje ku unë, më thonë, niva vetë një fje më të fort për që bëj, për që të jetu në Itali ka herë këtë afërsin nuk e njën për javër, se në rrjetet sociale nuk i shef njerëz në sy, aty kemi pa njerëz në sy, edhe ka një emocion fantastik. Shpresoj që edhe sonde ka me ka një fest për të tonë e bukur, edhe shpresoj me i taku disa njerëz që kanë kënë edhe të Soma herën tjetër, për me i thonë faleminderit për që kjo gjo, ka një event me vlerë për ne.